Dëgjoj Katerina, Bashkimi Evropian duhet themi qartë që nuk të detyron për as edhe një gjë. Pyetja madhe që shtrohet është, ore ne duam një antarësim në Bashkimin Evropian kulturor, të avasht dhe të mirë, apo një antarësim mekanik në letra. Nëse ne duam një antarësim mekanik në letra, hajde antarësohemi që nesër, kalojmë 20 projekt ligje për 1 orë, ose 200 projekt ligje për 2 orë, dhe pastaj antarësohemi, po jemi antarësu vetëm në legjislacion. Pra, nëse duam, pra në çdo rast, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Katerina, e përcakton qartë mënyra se si kalon një projekt ligj. Fatkeqësisht janë duke u shkelur afatet. Projekt ligjet ka vetëm 2 mënyra që kalon në seancë parlamentare me procedurë parlamentare sipas rregullorës parlamentit. Dhe në çdo rast projekt ligji duhet të kalojë në procedurë parlamentare. Një është procedura e rregullt dhe 2 është procedura e përshpejtuar.